Prej kohësh është vënë re një tërheqje e tij nga skena dhe daljet e shpeshta publike, dhe duket se reperi i njohur AZ e ka pasur një arsye shumë të fortë për këtë pauzë të menduar. Granit Musa, siç është emri i tij i vërtet, ka lënë më një anë për pak kohë jetën e zhurmshme të koncerteve, studiove dhe klubeve të natës për t'ju përkushtuar plotësisht besimit të tij. E reperi shqiptar i cili prej vitesh dominon top listat në tregun gjerman e mëgjer, ndodhet aktualisht në qytetin e shenjtë të Mekës, ku po kryen ritet e umres. Në fotot e fundit që po qarkullojnë me shpejtësi në llogaritë e njerëzve të tij të afërt në TikTok, AZ shfaqet i buzëqeshur dhe në paqe të plot para Çabes. Ai nuk e ka ndërmarr i vetëm këtë udhtim kaq të rëndësishëm, pranë tij i veshur po ashtu me rrobat e bardha tradicionale të ihramit, qëndron vëllai i tij Albi, së bashku me miq të tjerë të ngushtë dhe bashkëpunëtor. Kjo shkëputje e qëllimshme nga luksi, makinat e shtrenjta dhe dinamika e paparashikueshme e showbizit tregon një dimenzion krejtësisht tjetër, shumë më të qetë reflektues të liderit të KMN Gang. Ndonse ndjekësit janë padyshim në pritje të projekteve të reja muzikore që pasojnë çdo pauzë të tij, ata e kanë përshëndetur masivisht këtë vendim të artistit për të gjetur ekuilibrin shpirtëror larg vëmendjes mediatike.